Të Shëvalit në këtë formë, në këtë metodë e juve që në keni ardhur sonte jeni pak ndoshta me ftesa ti filan, kurse sonte kemi edhe një hoxh prej hoxhëve të ri, Nuhiun nga zona e Prishtinës nga tonë, edhe hoxha dhe keni kryer edhe non advokat. E pse kemi këtë mysafirtrasit është për mu çudit. Unë e qyri TikTokin shumë, se shumë lajme tash po ka për Tel Avivi që do të bjerë në katër shpinës, inshallah. Në këtë Izraeli shpejt, inshallah. Allah ish katër po e që atë TikTokin, po dhe që ki përsat. Janë ngova fjallet, më dhe të këtë është po hinë nga logave si unë. Vetë me vete. Ama ora sa është, ora 12:30 natës, mbram. Jo kohë lugave. Mas do me natës, Nuk pas ka një ri, jo ka në kohë lugave. Mirë këtë që kja. që ke përdejë. Që da këmë falje se këta matri që shdu të folje. Që ma në kalë kese. Ama qëllimin e mirë. Edhe e marë e shikoj njëherë, e shikoj edhe gjoj përzdyki. Edhe no, është një 3-4 minuta atë. Të shkurë cenët e pa ikin. E minin qepë shumë. Po e gjojën e kësi njeri, e thash, po e gjojën këtë njeri, që të më bëha kur, që si fjallë më në folë për Kosovë, për popull. E mora pja aty, mos të bupe, se si të bupe njërë mund të me gjithë. Nështë e gjonë, kush e gjonë, unë e zdi me përën të shumë. E ja qova disa vetëve mramë, natën jo, unë 3-40 vetëve. Edhe në për Shqipëri do gjallarve, disa vetëve. Që të sa do pak, edhe Milaimit, të parit ja kam qupit e pramë. Tash inshallah sa do vjetë, pisë kanë do vjetë se më përgjithë. E kur e dishim që sonte kemi këtë iftar, edhe kemi numër të mirë, po unë pak si lokalist që jam, edhe nuk jam në realitet, sonte e kam 8 mysafira prej zonës time, të Zaklonjës, të fshatit tim. Janë teftuar këtë mesin tonë, ja? Edhe kur e pëlqeki Allahu që po në vjetë edhe hoxha i ri, unë edhe ma shumë u gëzovë. Që do t'ja lëm fjallin të ti pak fjallin. Për një arsye, nëse nuk e dini ju që feja islam është statut i jetës, plan program i pregatitur prej Allahut, kushtetut e prodhume prej Allahut, kitabun ohkimet, Kurani ka thonë për librin e Kuranit, një libër që është i përsosur prej ati të plot dykyrt. Nëse na përkrahim tjera gjera, letë është me boni dua buke edhe feja islam është ma e mira fej. Ska ma mira fej, e vetë mja. Ska qera fej në dynja. Që ashtu kanë hi, edhe Arab njën të në lukë, edhe Shqiptarët njën të në lukë. E tash, në këtë drejtim të një kohëve të fundit, mas e kemi bon studime, kemi lezu pak sa në edhe në Allahu Gjellë Gjellalu, ku boshin pyetje të këtë na, a bon me hi me i studiu Akademinë Ushtarak, Akademinë Policore, Akademinë Juridike, Avokaturës, a bon ata. Pse? Sepse ai që dhe ke pak vestiman lëk me maj në veti, u tut ka dhe medalë. Deri vonë, vllazërit tonë në dinë Maqedonin kur thëshin buk me hangër, pa kapuç, pas ha buk si shkijet. Edukat, qytetarë, edukat. Ma mirë që jo edukat, në fundit, se na që ecim pa kapuç, atë me herët në edhe kemi kokë dhimbje për shkak të cofjes.
Se ka punë që në pejgamberi e ka bërë. Edhe pësa konë nga një të. Por nuk e kaluan me bo nasionet, se ka thonë diçka të tillë, ama nuk ka bëjmë në këtë drejtim. Ose në thështin ma herët, qite kështu për dorën, e piju i flerë, një bëshin qëto gjora, të cilat unë i kom përjetu para 50 viteve. Allahu në Kur'an që ka për në thëtë, e jo jeni të vendishëm se numërikisht kështu të shohim jeni me shkollat kryme, Allahu për në thëtë neve në Kur'an, e fe hukme l'gjahilijet i e bëgun, a ligjin e ignorantave për e përshtatin për veti, Allahu për e urren një gjanë të tjilë. Të më thënë komunizmin të me dashtë, enverizmin. Pavarësisht një rrymë, prej rrymave që ven njerëzimi. E fe hukme l'gjahilijet i e bëgun, o men ahsenu min Allahi hukmen li qawmin yuqinun. A ka ma mirë ligjdanës se Allahu për një popull që ditë të mëndoj. E tash, mi thonë fëmis me thonë. Allahu din ma mirë ati. A i prej natyres e ti, pa prisht, thot Allahu. Ama më shku të tarikatët, të sheleret. A shehi din ma mirë Allahi, a thot shehi. Se që ashtu ja kam bjellë. Edhe me to kam betë. Hajtë nëzirë të ashat akide për i shpirtit, e venja tjetër në ta. Sa nga duhet këtë drejtim. Kështu që duhet atë bisedë që e kam dëgjua, pra unë në TikTok, dhe ishta drejt prej gojës hoxhës të avokatit, që të në thët pak fjallë, shkrejmë të ligjet kur na me ligjet huja për jetojmë. Në Zvicër, kom kontaktua prifta apo po atje të Zvicrës, më thonin, pse ju i përshtateni shkollave zvicrane? Ju jeni musliman, janë krishtian. E na tash, na ku kena met, o urim? Na kena met anë Tedi Ramës, anë Talbin Kurçit. Kjo në gjahilieti. E neve për momentin, dashit me edhit, na ka kaplua ignoranca gjahilieti. Po kanë fillua disa lullat pranveres, apo të beharit, që të qenin karmara. Deri me vitin së di, kur doli Havezleki i partë në Prizren, po para një 30 vjetë, prej 55-ës, 35 vjetë është ndërprerë Havezleki në Kosovë. Muslimant që me Kur'an e adhërojmë Allahun, nuk dim Kur'an me lexu. A përshenë qëfar ignorancë na jemi sot. E në këtë drejtim, nuk lodhët se këtë gjaliri unë jam plafu, në hija në folë pak edhe për ati aspektit edhe për i kësaj masi kemi hoxha avokat. Bismillah, habibi. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Lejoni që në nëntar personal si Nohe, një rabi Zotit, e mbi gjitha rrëftore fjallës Zotit, që përshëndet gjithve me përshëndetin besorët Allahut, me një përshëndetje që për deri sa të ketë njerëz në tokë, kjo ka me lërzu gjithmonë, me selamu alaikum, wa rahmetullahi wa barakatuh. Me shumë derë dhe krenari, e kam ftu ftesën, e kam mirëprit ftesën e vllau tonë për më orësët edhe me qenë pjesë e këtij iftari për bashkët. Gjithë një duke respektu hoxhën edhe profesorin tonë të ndërruar, se nuk është e thonën neve me në dhomë se në veç kuptimin që është e zyrtare dhe protokolare, por në hoxhë mazlumin gjithmonë e kemi pasit tillë, një këshilltar që ka qenë inspirim dhe inkurajim për neve, për gjeneratat e reja, për hoxhallarët e ri, që me u mundu me marrë mostër dhe me jetësu atë që Allahu dënë për neve dhe që ka dërguar vetë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Ne dim që sonte nuk kemi arë rasisht këto, sepse ashtu dhe Zoti neve nuk na ka kriju rasisht. Allahu në Kur'an për arsyeën e krijimit ka folë, edhe ka thonë Bismillahirrahmanirrahim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, vërtetun si kam kriju gjenët dhe njerëzit
për asgjë përpos që ata të madhurojnë, të falenderojnë, të madhurojnë dhe të jemi njohës ndaj gjitha nimetet të cilat i kanë lënë në dispozicionin e tyre. Pastaj ka fol pejgamberi alayhis salam dhe ka thonë: innamal a'malu binniyat. Çdo vepër shpërblehet sipas qëllimit. Pra Zoti e shpërbleft hoxhën tonë të nderuar, profesorin tonë të nderuar, hoxhën Mazlum, i cili sot është bosh shkaktar në sot me qenë mesin e juaj, nuk knoq bashkarisht edhe më ndot dy fjalë të fundshme edhe mu prezantu para juve. Quhem Nohi Bekdeshi, vi prej një province, një territori që është vi fitare, e pjesën e Leckus të nena, është Blogovic, komuna e Prishtinës. Kam shërby për 19 vite hoxh në xhamin e fshatit Mazget i Ulët në komunën e Obiliqit. Aty të qenë edhe hoxh edhe kam studiu, por pastaj kam pas dëshirë me kryu edhe fakultetin juridik. Pasi kam kryu fakultetin juridik në Universitetin e Prishtinës, se neve si hoxhallar gjithmonë na kanë këshyrë që hajtë se ky hoxhë ky s'dek kur gjë, se ky s'mundet me qenë inkuadrum këtë shoqëri që ne po jetojmë. Kjo ka qenë arsye pse pas pari kam filluar me studiu juridikun. Kam magjistru në të drejtën penale, prap kam vazhdu. Dhe kemi kry provimin e jurisprudencës, jo me elon veç si fakultet juridik të kryer, por thjesht me punun këtë drejtim edhe m'ju kallëzu dhe tjerve që unë jam edhe hoxh, jam edhe jurist, edhe thjesht po pasoj njerëz në kuptimin e asaj që mi pat mundësi edhe kam mundësi me dhoni të kontribut. Për mu nuk ka derë, edhe nuk ka privilegj më të madh, se sa në kohën që unë kam qenë rroktari fjalës Allahut, edhe du me vdek si hoxh, e kam foto edhe në mision, edhe nuk ka gjë më derë dhe më privilegj se sa ti je shërtori fjalës së. Për ata e grados Zotit ikon edhe e krijon për çat punë. Andaj edhe ata xhamat që i kemi pasur dhe i kemi në vazhdimsi, ne jemi kënaqur me ata dhe kemi jetuar bashkërisht. Po është e vërtetë që unë kam pas një prononcim medial, edhe thjesht është bo pak me gjanë kjo pjesa e profesionit tonë dytë. Unë kam punuar një kohë gjatë në departamentin e krimeve veterana. Pak edhe unë jam si kolosal kështu në kuptimin e punëve, por kur kam punuar në departamentin e krimeve veterana në mesin e hetimeve kemi pasur edhe hoxhën tonë nderuar. Edhe kemi qenë 4 shokë. 2 janë takeis, nëse është dikush të më ngjizu veç mos ma postoni këtë pjesë sepse është sekret zyrtar religjor. Edhe 2 kemi qenë